Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Es-Seiru ila Allah wa ad-Dar al-Akhirah, udhëtimi drejt Allahut edhe botës tjetër, pra xhenetit Allahu subhanahu wa taala. Dersën e kaluam do folëm lidhur me pozitën e tevekulit, mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala, pozitës madhe që e ka tevekulin fen Allahu subhanahu wa taala edhe në jetën e besimtarit. Sot do pashtu do të flasim për një pozitë tjetër në të cilën patjetër duhet kalojnë ata që e kanë si synim Allahun edhe xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, e që është pozita el-ihsan. Pozita el-ihsan, pra bamirësisë në raport me Allahun subhanahu wa taala, e pashtu bamirësisë në raport me krijesat e Allahu subhanahu wa taala. Të autori rahimahullah thotë: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. Të njerëz janë të atill që e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala duke besuar në praninë e tij, pra afërsinë e tij. Fatabawwa'u fi manzil al-ihsan, andaj kur e kanë arrit këtë grad kanë kaluar në pozitën e ihsanit, pra bamirësisë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Po çka vëllazër është pozita al-ihsan, bamirësisë në kuptimin gjuhësor, vëllazër, el-ihsan do të thotë kur njeri e kryen një punë në formë perfekte, në formë plotësueme, duke mos lënë mango asgjë. Ndërsa në kuptimin fetar, në kuptimin sheriatik, el-ihsan është ajo që na ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një shpjegim, me një sqarim që nuk mundet askush tjetër prej krijesave më na sqaru as isoj, e kjo është për shkak se Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë jawami'ul kalim, pra fjalë pak, mirë po me kuptime madhështore e të shumta. E si na ka sqaruar ihsanin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e mirënjohur vëllazër Xhibrilit, kur ka ardhur Xhibrili në fort njeriut, edhe në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prezentën e sahabive, ka pyet: çka është Islami, çka është imani? Në fund i ka thonë çka është ihsani? Ka thonë: an ta'budallaha ka'annaka tarah. Me adhuru Allahun si kur të ishe duke e pa. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Edhe pse ti nuk e sheh atë Allahun, ai të sheh ty. Pasi kjo është pra el-ihsan. Kjo është një pozitë madhështore në për cilën kalojnë ata që e kanë si synim Allahun edhe xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Pra po thotë autori abadu l-ilaha ala i'tiqadi hudurihi. Këta e njerëz që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala duke besuar në afërsinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra siç tha pejgamberi sa, me adhuru Allahun sikur të ishe duke e pa, po duke e ditë se do ta marrim më vonë se kjo e ka dy nivele, mirë po. Me e ditë se Allahu po të sheh, Allahu çka dëgjon, Allahu është mbikëqyrës mbi ty, asgjë nuk mundesh me mshef te Allahu subhanahu wa taala. Ajo që tek njerëzit është e fshehtë, realisht Allahu është e hapun edhe e shfaqur. Pra në këtë mënyrë me adhuru Allahun subhanahu wa taala. E çka është vëllezër adhurimi, që më na mëson këtë autori, po thotë me adhuru Allahun. Këto na sqaron vëllezër për kufizimi më i mirë që është dhënë lidhur me adhurimin, është fjala Ibn Taymiyes rahimahullah, kur ka thënë adhurimi është ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wadh-dhahir. Adhurimi është emër përmbledhës që përmbledh pranë vete çdo gjë që e do Allahu, është i kënaqur me të prej fjalëve dhe veprave, qofshin zemrës apo të gjymtyrëve. E pastaj na i numëron vëllazër çka janë adhurimet, thotë për shembull namazi, zakati, agjerimi, haxhi, vërtetësia, pra kur njeri e flet gjithmonë të vërtetën, amaneti, i përmbat amaneteve, i përmbat besnikërisë, bamirësia ndaj prindërve, mbajtja e lidhjeve farefisnore, kur njeri e mban fjalën, i mban premtimet, urdhron për të mirë, ndalon nga e keqja. Kur njeri ju bën mirë krijesave të Allahu subhanahu wa taala, të varfërve, jetimve, ju bën jo vetëm njerëzve, po edhe çka kafshëve, gjallësave tjera. Po ashtu kur njeri bën dhikr, kur lexon Kur'an, gjitha këto thotë janë adhurime. Po ashtu kur njeri thotë e don Allahun subhanahu wa taala, e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i friksohet Allahut, kthehet me pendim te Allahu subhanahu wa taala, e adhuron sinqerisht Allahun, duron, falenderon, ndahet i kënaqur me caktimin e Allahut, i mbështetet Allahut, shpreson shpërblimin e Allahut,
shpreson mëshirën e Allahut, frikohet nga dëshkimi i Allahut, lloje ndryshme vëllezër, të gjitha këto janë adhurime. Pa kështu adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Andaj mundemi bazë kësaj me i kategorizu vëllezër nivelet e adhurimit në disa kategori, me thanë ka adhurime që njeri i kryen me zemrën e vet. Me zemër adhuron Allahun. Qysh? Frika ndaj Allahu subhanahu wa taala, shpresa në mëshirën e Allahu subhanahu wa taala, ku njeri e don Allahun subhanahu wa taala, ku njeri mbështetet Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto janë vëllezër adhurime, cilat duhet më kushtu vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe askujt tjetër. Pastaj kemi adhurime që i kryjmë me gjuhën tonë, siç është leximi i Kur'anit, dhikri, tesbihu, duaja, kështu me radhë. Pastaj kemi adhurime vëllezër që kryhen me trup, si për shembull haxhi, namazi, kërkimi i dijes. Pastaj kemi adhurime që kryhen me pasurinë tonë, siç është zakati, sadaka. Pastaj kemi vëllezër ibadat tarkije. Çfarë do të thotë kjo? E adhuron Allahun duke i praktikis disa gjëra. Çka praktikis? I praktikis haramet, që kemi marrë ndërset e kaluame, i praktikis gjëra të ndaluara. Edhe kjo është prej adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra njeriu i cili e adhuron Allahun subhanahu wa taala me ihsan, pra i cili e arrin këtë grad të lartë, an ta'bud Allaha ka'annaka tara, me adhuru Allahun sikur të ishe duke e pa. Këtu shejhu vëllezër do ta marrim më vonë, na sqaron se kjo pozitë është pozitë shumë e lartë, edhe njeri ka nevojë çka për shkallëzim, pra mënyrë graduale me arrit. Pra gradualisht ngritet drejt përsosmërisë, shkallë pas shkallë, hap pas hapi, duke u ndal vazhdimisht çdo adhurim që e kryen, duke sjellë ndërmend madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, madhrinë e Allahut subhanahu wa taala, pushtetin e Allahut subhanahu wa taala, begatitë e Allahut subhanahu wa taala, e sjellë ndërmend se Allahu është duke e pa, e sjellë ndërmend se nuk mundet kur xhami u mshef Allahu subhanahu wa taala. Edhe kështu vëllezër, çka gradualisht ky njeri, ky musliman shkon drejt përsosmërisë si njeri, si musliman. Edhe gradualisht i shtohet dija për Allahun subhanahu wa taala. Gradualisht në këtë mënyrë i forcohet bindja se Allahu e sheh, edhe është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra kështu vëllazër, hap pas hapi njeri e arrin këtë gradë të lartë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, që është el ihsan, pra kur i kryen adhurimin në formën më perfekte, më të përsosur të mundur. Kështu pra, po na shënon vetë autori se këta njerëz në këtë formë adhurojnë Allahun subhanahu wa taala dhe si rezultat thotë fatabawwa'u fi manzil al-ihsan. Edhe kanë arrit, janë stabilizuar, janë rahatuar me shpirtat e tyre, me qenjet e tyre, me zemrat e tyre në këtë pozitë që është ihsani, pra bamirësia në raport me Allahun subhanahu wa taala, kur adhurimet i kryejnë formën më të përkryer të mundshme. Dhe ta'abedu l-ilaha ala atiqadi hudurihi, e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala duke besu në afërsinë me to. Si shtam dhe zërë, duke besu se Allahu të sheh, Allahu të dëgjon, jenë në mbikëqyrjen e tij subhanahu wa taala. Këtu vëllezër shehu si duket, Allah më shirof, po na tërheq vërejtjen drejt një dobie madhështore. Po na bën me dije se njeriu muslimani e arrin këtë grad të ihsanit vetëm nëpërmjet kësaj rruge, cilës rrugë kur i forcon njohurit për Allahun subhanahu wa taala. Mëson për Allahun subhanahu wa taala. Për të arsye dhe të shkone porta, dera, fusha që ka të bëjë me emrat e Allahu subhanahu wa taala, me cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, është një derë madhështore. Derë madhështore e dijes, derë madhështore e njohurive. Madje kjo është dija vëllezër, dija rreth Allahut, dija rreth cilësive të Allahu subhanahu wa taala është dija më fisnike, më dobishme për njeriu, që sjell dobi më shumë të këtë botë dhe në botën tjetër. Pasi që Allahu inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Me të vërtet, prej robërve të tij, për të Allahut, vetëm dietarët, më ata që kanë dije për Allahut, i friksohen atij, për Allahu subhanahu wa taala. Por të thotë Allahu, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj, a munden mu barazu ata që dinë me ata që nuk dinë? Po nuk munden mu barazu, sikur ai që ka njohuri për Allahun, sikur ai që nuk din kur gjë për Allahun.
Sa dhe dietarët kanë thënë, kur njeriu e njeh më mirë, më shumë Allahun subhanahu wa taala, friksohet më shumë prej tij. E don më shumë Allahun subhanahu wa taala, e këmbgul, e adhuron më shumë, këmbgul më shumë në adhurimin ndaj tij, edhe largohet më shumë prej harameve, gjanave që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Por shikon vëllezër se çdo gjë lidhet me njohurinë që ai ka për Allahun subhanahu wa taala. Andaj kur ty vëllezër, kur ty si musliman shtohet dija për Allahun subhanahu wa taala, dija për emrat, cilësitë e Allahut, madhështinë e Allahut, për madhërinë e Allahut, bukurinë e Allahut subhanahu wa taala, fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, dijen se jene në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, gjitha këto vëllezër ndikojnë patjetër në adhurimin ton që ti ja bën Allahut. Edhe kjo ta forcon që të gradën e ihsanit në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Që kjo të çon vëllezër deri kësaj që ti me adhuru Allahun sikur të ishe duke e pa, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai subhanahu wa taala të sheh ty. Disa ajete vëllezër Allahu subhanahu wa taala na sjell ndërmend këtë realitet që mos me harru, thot wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ta dini se Allahu e di mirë çfarë mbani në shpirtrat e juaj, andaj rujoni Allahut. Tutuni Allah. Por thot Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah është me juve kudo që t'jeni. Pra me dijen e tij, me shikimin e tij, me fuqinë e tij. Po ashtu thot Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara, a nuk e din njeriu se Allahu e sheh çfarë është duke bë? Po ashtu fjala Allahut, inna Allah kana aleikum raqiba, me të vërtetë se Allahu është për herë mbikëqyrës mbi ju, nuk mundesh me I kërkon Allahu subhanahu wa taala. Pra njeri i cili ecë drejt Allahu subhanahu wa taala, kur i dëgjon këto ajete, nuk i merr vetëm kështu si informata, mirë, po ndalet vëllezër te këto kuptime madhështore që ai përmban. Edhe nuk lejon që në zemra e tij mu shpërqendru e mos me përfitu për këtyre ajeteve. Edhe kuptimeve që ato përmbrajt për cilësive të Allahu subhanahu wa taala. Andaj është njeriu vëllezër ky i cili jeton me Allahun, jeton me emrat e Allahut, jeton me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dëshiron me fol diçka, e sjell ndërmend se Allahu është as-Sami', gjithë dëgjuesi, andaj ka kujdes se çfarë po çet prej gojës tij. Dëshiron me bë diçka, me gjymtyrët e tij, e sjell ndërmend se Allahu është al-Basir, që sheh çdo gjë, andaj tutet Allahu. Nëse më shef diçka në zemrën e vet, në shpirtin e vet, e sjell ndërmend se Allahu çka është Alim, është I gjithdijshëm, është el-Khabir, I mirë informuar, s'mundesh kur gjë me më shef Allahu subhanahu wa taala. E kështu me radhë. Pra jeton vëllezër çka me emrat e Allahu subhanahu wa taala, edhe e çon jetën sipas tyre. E këto autori vëllezër tash na sqaron këta më detajisht, që kjo thotë është pozita që e quajnë pozita el-ihsan. Thotë dhe ajo është siç na ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budu Allaha ka'annaka tara. Me adhuru Allahun sikur të ishe duke e pa, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Andaj thotë këto autori, kur njeriu I sjell ndërmend këtë pozitë në gjitha gjendjet e tij, në jetën e vet, në veçanti kur adhuron Allahun subhanahu wa taala, I sjell ndërmend këto kuptime madhështore, çka është dobia e kësaj, thotë, kjo e pengon që me zemër, me anu ndaj dikujt tjetër përveç Zotit ti edhe krijuesit ti. Shkon dhe që kjo është realiteti I ihsanit. Do thotë që zemra jote mos me anu drejt dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala në adhurimin që ti e bën për Allahun subhanahu wa taala. Përkundrazi kur qëndron para Allahut, kur e kryen adhurim për Allahun subhanahu wa taala, je I përulun, je I nënshtruar, je I thyer para Allahut. Nuk angazhohesh me mendjen tane me dunjan, me pasurinë tane, me familjen tane. Fokusohesh mendjen edhe zemrën, shpirtin e ki vetëm drejt Zotit ton, krijuesit ton. Kështu autori thot bel aqbala bi kulliyatihi ala Allah. Përkundrazi, jo që nuk kthehet drejt krijesave, po tërësisht me qenien e tij I kthehet Allahu subhanahu wa taala. Do thot e fokuson, e përqendron zemrën e vet, mendjen e vet, shpirtin e vet, tërësisht I kthehet Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se e don, pse se e madhron, pse se e respekton, pse se I nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala. E si ndërmend madhështinë e Allahut, fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që thotë I kthehet me zemër Allahut, tërësisht
edhe tregohet me edukat në adhurimet që i bën për Allahun subhanahu wa taala. Andaj se rezultat shikon edhe çfarë është dobia e ihsanit, siç thamë ihsani është me krye një punë perfekt në formë përsosur. E kur ti në këtë formë edukat me Allahun subhanahu wa taala thot atiyan bi jami'i ma yukammiluha, kryen i vepron çdo punë, çdo vepër e cila e plotson çat adhurim, mujtaniban kull muntaqisin minha, edhe largohet prej çdo gjëje që ty ta mangëson adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thotë ihsani? E kjo, thot autori, është pozita më madhështore, më e lartë, mirë po, ka nevojë, thot ila tadarrujin lin nufusi shay'an fa shay'an. Siç e cekëm fillim dersi vëllazër, njeri duhet çka me shku gradualisht vëllazër, çka hap pas hapi derisa ta arrin këtë gradë të lartë. Pra fillimisht kalon për nivelin e islamit, pastaj nivelin e imanit, duke qenë besimtar, musliman, besimtar ashtu siç Allahu është i kënaqur me ty. Pastaj kalon gradualisht në nivelin e ihsanit, që është niveli më i lartë prej niveleve të fesë të Allahu subhanahu wa taala. E kjo vëllazër drejt sa jep shenjë Allahu subhanahu wa taala në ajetin e surës Al-Ankabut, ku thot walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dhe ata që janë mundu, kanë luftu për hir tonin, thot ne Allahu do t'i udhëzojmë rrugëve tona. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Shkon sa bukur e përmbyll këtë ajet Allah. Do të me të vërtet Allahu është me çta që janë çka el muhsinun. Çta që adhurojnë Allahun në formën më të përkryme. Mirë, po shkon edhe çapo përmend Allahu në fillim të ajetit që patjetër duhet me dhënë mund, duhet me luftu nefsin ton, egon tonë, shejtanin. Ata armisht e mbrëmshëm që ai ki. Edhe kështu gradualisht, hap pas hapi, ngritesh drejt gradave të përsosmërisë. Edhe njeri nuk duhet mundal vëzër, nuk duhet me shpresat, pse se, si shtot një fjalë e urtë, ai i cili vazhdon rrugën nuk ndalet, ko me arrit cakën. Nuk duhet mu dëshpru vëzër njeri, nuk duhet me shpresat mëshirën e Allahut, e as me shpresat dikuj tjetër, pse se Allahu e ka lanë këtë derë vëzër qel, edhe e ka lehtësu rrugën. Për kundrazi, ti duhet me shpresu në Allahun subhanu wa taala, edhe me lutë që Allahu me t'i lehtësu këto. Mirë po të njëjtën kohë, jo me nejtë ndur kryq pastaj, mirë po me i marrë shkaqet, edhe kështu gradualisht, me kalun drejt përsosmërisë, do man hap mas hapi. Mos me thanë njeri, jo, unë jam gjunahçar, jo, unë kam shumë, do me thanë që ka shkujdesje, njeri çifti im, njeri sikur unë nuk mundet me arrit to, do man përsosmëri, që kanë ardhur, do me thanë fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe si shkak i kësaj çka zbrapset, edhe çka tërhiqet, jo. Për kundrazi, e lufton veten, e mundon veten, e ushtron veten, edhe gradualisht e arrin pastaj me lejen e Allahu subhanahu wa taala, me ndihmën e Allahu subhanahu wa taala e arrin këtë pozitë lartë. E kjo nuk është e vështirë vëllazër as pak për Allahun subhanahu wa taala, që Allahu më ia lehtësu robit vet, tek i cili shes sinqeritet, edhe vërtetësi, edhe japje të mundit në luftimin e vetes, nefsit vet, shejtanit, me arrit mund këtë gradë lartë mbi ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pa Allahu të udhëzon edhe t'jep sukses. Pa shej vëllezër këtu po thot, ka nevojë për shkallëzim, pra shkallë pas shkallë, hap pas hapi, derisa ta arrish. Shkon vëllezër, ka këtu këto fjalë shejkhut mundemi me përfitu vëllezër diçka një vërejtje lidhur me disa tri, një gabim që e bajnë vëllezër trit, sidomos ata që janë të posa udhëzuar. A keni pa dhe njeri kur hin në udhëzim, edhe uzon Allahu subhanahu wa taala, çka bën? Është fillim të rrugës hala, dëshiron çka gjitha me i praktiku në jetën e vet për një çast, edhe për më një herë. Edhe këtë punë të mira me i tubu, domethënë çka në vetën e vet. E çka ndodh vëllazër? Çka ndodh? Shpirti i tij ende nuk është i gatshëm, sa i veç sa është shkput prej xahilietit, prej gjunaheve. Andaj është e pamundshme vëllazër me ndodh domethënë çka kështu kaq mënyrë drastike me ndryshu gjendja njeriut. Andaj e vren që on pas disa ditëve, pas disa mujve, vren se po i vjen në rënd. Edhe fillon i farloj ftohje dhe monotonie në raport me adhurimin ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe ka mundësi nëse Allahu nuk e ruan, nuk e udhëzon, çka shkputet për këtyre adhurimeve. E kjo është çështje e gabuar vëllai.
Njeri do të më shku çka mënyrë graduale, me u ngrit drejt përsosmërisë, gradualisht e forcon veten e vet, shpirtin e vet, punën e imanit derisa të arrin von këtë grad të lartë me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj do thotë Lazar autori po na mëson do thotë se si duhet, për kështu mënyrë graduale, thotë njeriu thotë vazhdon kështu, thotë me e mësu veten e vet, me ushtru veten e vet me këtë pozitë derisa thotë bëhet e dashur për nefsin ton. Edhe tërhiqet nefsi drejt saj, edhe i bëhet pjesë e karakterit. Me ma shembull ma thjesht namazin. Me përjashtim të atyre që i kam shiru Allah, vëllezër, njerëzit kanë mangësi të mëdha në mënyrën se si e falin namazin për Allahun subhanahu wa taala. Flasim do në aspektin e pahia në aspektin e pastërtisë apo abdesin, në aspektin e koncentrimit edhe pranisë zemrës. Ka mangësi të mëdha. Andaj shikon ti nëse dëshiron tash për më një herë me hi me thon prej tash, do të tash namazi radhësh e sabahu, prej sabata me tutje, unë kam u fal, domethënë me koncentrim madh, me pranitë zemrës madh, ndërkohë që nuk i ke marr hapat e duhun në mënyrë graduale, do shtani namaz 2-3 i fal, mirë po dështon. Pse se nefsi nuk është i gatshëm, shpirti nuk e ke të gatshëm. Nuk e ke mundu vete, nuk i ke marr shkaqet me arrit deri aty. Nuk mundesh tu për më një herë me ndryshu. Nuk është kështu, nuk është ligji i Allahut. Shta vrem vëllezër tek brezat e parë të Islamit, fjalë domethënë të urta që i kanë dhënë këtë aspekt. Ka pas njëri për ty thotë ka mundu veten 20 vjet që me kanë koncentruar namaz, e me fala para Allahut ashtu si duhet, thotë 20 vjet e ka mundu veten, e jam lodh, e kam lodh veten, thotë e jam kënaq pastaj 20 vjet tjera tu fal. Shkon vëllezër. Pra duhet me dhanë mund. Pra fillimisht shkë shumë graduale. Fillon e vren se ban nefsi, mendja, zemra po të ik gjatë namazit. Gradualisht mundohesh çka me i tkur këto, edhe gradualisht me i paksu, pastaj namazin tjetër ashtu, pastaj namazin tjetër, derisa e vren domethënë që me kalimin e kohës kjo të bëhet pjesë e karakterit, pjesë e pandashme e nefsit tonë dhe e fal namazin ashtu siç duhet para Allahu subhanahu wa taala. E si rezultat i kësaj këtu shehu thotë, kur arrin këtë grad, thotë robi jeton në prehje me Zotin e vet, kënaqësi me Zotin e vet, është i gëzuar, është i lumtur që është afër Allahu subhanahu wa taala kur arrin vëllezër këtë grad që është ka el ihsan. E ihsani vëllezër, ky është ihsani në raport me Allahun subhanahu wa taala. Kemi ihsan, bamirësi në raport edhe me krijesat e Allahut, me kafsht e kështu me radhë, që do ta marrim tash mirë, po para kësaj vëllezër duhet ndalemi edhe në disa pika që i kam përmend dietar që janë të rëndësishme lidhur me ihsanin. E prej tyre është vëllezër kjo grada e ihsanit, siç e kam përmend dietar, është në 2 nivele. 2 nivele. Po çta njerëz që janë el muhsinun i kanë 2 nivele, ku njëri është më i lartë se tjetri. E cili është niveli më i lartë? Vëllezër, kur njeriu, siç na tha pejgamberi sa, e adhuron Allahun sikur më e pa. Shkon në çfarë mënyre e kryen adhurimin ai, sikur është duke qëndruar para Allahut, edhe është duke e pa Allahun subhanahu wa taala. E kjo është maqamul mushahada. Do thot, kur njeri vëllezër, i ndriçohet zemra me imanin që e ka për Allahun subhanahu wa taala, edhe e adhuron Allahun këtë formë, sikur të ishte duke e pa Allahun me zemrën e vet. Andaj, po sikur më kanë duke qëndruar para Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, njeri kur e adhuron Allahun këtë formë, e sjell ndërmend afërsinë dhe Allahu subhanahu wa taala, e sjell ndërmend se është duke qëndruar para Allahut subhanahu wa taala, sikur të ishte duke e pa tjetër dhe çka më ndiku kjo te ai njeri në adhurimet e tij, frikë, respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, madhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është vëllezër pozita më e lartë. Pozita niveli tjetër që është nën këtë nivel është maqamul ikhlas. Pozita e ikhlasit, sinqeritetit. Çfarë do thotë kjo? Kur njeri vëllezër nuk mundet me arrit çat pozitën e parë, mirë po tash çka? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Edhe pse ti se sheh Allahun, atëherë spaku dije që ai është duke të pa ty. Kur ta krysh adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do thotë, kur ta krysh në adhurim e sjell ndërmend se Allahu po të sheh. Është afër te, andaj kur e sjell ndërmend këta, çka është rezultati i kësaj? Veprat e tua, çdo vepër që e bën, ki me bë veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Se e din se Allahu do të sheh çka ki në zemër. E din mirë çka ki në zemër.
Andaj kjo të pengon që ti me veprën tane mu kthy drejt një krijese e jo drejt Allahu subhanahu wa taala, apo me veprën tane me e dash dikon përveç me ja kushtu dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. E si rezultat bashka mukhlis i sinqert ndaj Allahu subhanahu wa taala. E po e vrem dhe se ky nivel është si shkallë, si hap për me arrit ai niveli që është ka ma i lartë se ky. E pozita e ihsanit vëllazër në fen tonë na ka sqaruar këta Ibn Kaimi rahimahullah, thot hiya lubbul iman. Çka ihsani vëllazër thot është ajo bërthama e imanit. Thot është shpirti i imanit, është përsosmëria e imanit. Thot është pozitë tek e cila mblidhen dhe thot gjitha pozitat e atyre që janë duke udhëtuar drejt Allahut edhe drejt ahiretit Allahu subhanahu wa taala. E cilat vëllazër janë dobit e ihsanit? Cilat janë dobit e ihsanit? Padyshim dobit janë shumë të vëllazër, prej tyre është se kur ti je personi i tillë pra që kryen adhurime në këtë formë e arrin dashurinë e Allahu subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Do të Allahu don. Allahu thot inna Allaha yuhibbul muhsinin. Vërtet se Allahu i do ata që janë muhsinun. Do të kjo është shpërblimi vëllazër për ty. Do të Allahu don. Pra kemi cek vëllazër ndërsa të kaluam, nuk është qëllimi, nuk është krejt ajo se apo e don ti Allahun. Qëllimi është apo don Allahu ty. Kur don Allahu vëllazër atëherë mos pyet domethënë se çfarë bekimesh, çfarë begatish, çfarë mirësish kanë me të kapluar këtë botë edhe në botën tjetër. E dyta vëllazër, kur jeti muhsin, Allahu t'jep sukses edhe ndihmon edhe të përkrah. Allahu thot inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet se Allah është me ata që ja kanë frikë Allah, i kryjnë obligimet, largon prej harameve, dhe me ata që janë muhsinun. Ibn Kathiri vëllazër, kur na sqaron këtë ajet, thot Allahu është me ta, i ndihmon, i përkrah, edhe e përmend thot këta janë ata që këta persona që janë muhsinun, thot janë ata që Allahu i ndihmon, i përkrah, i jep fitore, edhe ndaj armiqve tyre edhe atyre që i kundërshtojnë. Kjo është ajo që quhet me'ie khasa. Po ne kanë ndihmë të veçantë prej Allahut, një përkrahje të veçantë prej Allahut subhanahu wa taala, një sukses të veçantë. E treta vëllazër është se kur ti je muhsin, atëherë dije se mëshirën e Allahut e ke shumë afër. Allahu thot inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. Vërtet se mëshira e Allahut është afër atyre që janë muhsinun. Ibn Taymi vëllazër na shpjegon këta, pse është kjo kështu? Thotë se është parim fetar, kemi thënë këta. Shpërblimi është në bazë veprës, ndëshkimi po është në bazë veprës. Andaj sa herë që ti tregohesh muhsin, i kryen veprat ashtu siç kërkohet, atëherë Allahu ty të bën mirë. Qysh të bën mirë duke të mëshiru. Do thotë sa ma afër je ihsanit, aq ma afër je mëshirës rahmetit Allahut. Sa ma larg ki me kanë ma larg. Jazaan wifaqan, ma shpërblim për kac për veprën që e bën. E katërta vëllazër, ki me triumfu me kënaqësitë e ahiretit, ku më e madhja prej tyre më e rëndësishme është shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata që kanë bërë mirë, i pret më e mira pra xheneti, wa ziyada edhe më tepër. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla. Edhe fytyrat e tyre në ditën e Kiametit nuk ka me i kaplu errësira e as poshtrime në nënçmimi. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Tillët janë banorët e xhenetit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ibn Kathiri vëllazër kur na sqaron këtë ajet, thotë tu Allahu subhanahu wa taala po na tregon se personi i cili ka ihsan në dunja, pra i kryen veprat formën më të mirë të mundshëm, edhe ka iman, edhe bën punë të mira, për ta është el husna, që është xheneti i Allahu subhanahu wa taala. Si shpërblim për kaç që veprat që i ka bërë. Wa ziyada, po thotë Allah edhe shtesë. Çfarë mund të më kanë shtesë vëllazër? Kanë përmend dietartu, thon shumë interpretime në mesin e tyre. Kanë përmend se Allahu ti shumë fishon shpërblimin e veprave. Një vepër të mirë 10 fish deri në 700 fish deri hala më shumë. Varësisht sinqeritetit dhe pasimit pejgamberit alayhis salam. E po ashtu do të shtesë, do të çatjep Allahu në xhenet prej pallateve, prej kënaqësive trupore e shpirtërore.
E po ashtu vëllezër kënaqësi tjera të cilat Allah i ka fsheh për miqtë e vet, të afërmit e vet, ku më e madhja prej tyre është shikimi në Allahun subhanahu wa taala. Bile kështu na ka sqaruar pejgamberi sa vëllezër këtë shtesë. Kështu kanë sqaruar edhe sahabët se Abu Bekr as-Siddiq, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abdullah ibn Abbas, po ashtu tabiin Sa'id ibn al-Musayyib, Abdurrahman ibn Abi Layla, Hasan al-Basri, Mujahidi, Qatada e tjerë vëllezër, Ata ibn Abi Rabah, Ad-Dhahhak, e shumë tjerë. Prej selefit dhe khalifit. Prej haditheve që kanë ardhur lidhur me këtë është hadithi që në transmeton Suhejb ar-Rumi radhiyallahu an, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar fjalën e Allahut edhe ka thënë lil ladhina ahsanul husna wa ziyada. Për ata që kanë bërë mirë, do të jetë si shpërblim për ta më e mira. Wa ziyada edhe shtesë. Edhe thot na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur banorët e xhenetit futen në xhenet, edhe banorët e zjarrit futen në zjarr, thot një thirrës thret, o banorët e xhenetit, vërtet se ju te Allahu subhanahu wa taala e keni një premtim që Allahu po don mjau përmbush. Ata thonë, e çfarë mund të ketë më tepër se kaq domethënë? A nuk na i ka rëndu Allahu peshorët e veprave të mira? A nuk na i ka zbardh fytyrat? A nuk na ka fut në xhenet? A nuk na ka ruajt nga zjarri i xhenemit? Thot pejgamberi sa na thrastet hiqet mbulesa, hiqet pengesa, edhe thot fe yanzuruna ilay. Fillojnë edhe shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sa pasha Allahun, thot nuk ju ka jep Allahu diçka më dashur për ta, edhe që i kënaq më shumë, që është më e kënaqshme për sytë e tyre se sa shikimi në Allahun subhanahu wa taala. Këtë hadith e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Pastaj vëllezër shikoni, këto ishin në raport me Allahun subhanahu wa taala, tash këtu autori kalon pjesën tjetër që është bamirësia e tyre në raport me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Thot nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim. Të njerëz që u adojnë të mirën krijesave, u bajnë mirë krijesave, duke e kërku kënaqësinë e atij që e dojnë pra Allahu subhanahu wa taala. Bil ilmi wal irshadi wal ihsani. Përhapin të krijesat dijen e mirëfillt, i udhëzojnë, i këshillojnë edhe ju bajnë mirë. Thot sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Ata thot janë me krijesat në këtë botë, me trupat e tyre, mirë po dhe shpirtrat i kanë në një vend të lartë, pra atje të Allahut e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala, atje e kanë mendjen të ahireti. Fazë pa këto autori po don më na shpjegoj tash që këta njerëz që udhtojnë drejt Allahut subhanahu wa taala, kanë si synim Allahun edhe xhenetin e Allahut, e dinë mirë se kjo rruga e tyre që janë duke e marrë drejt Allahut subhanahu wa taala nuk është e plot nëse e përmirësojnë vetëm veten e tyre. Mirë po patjetër duhet mjashtu kësaj vëllezërshka edhe përmirësimin, reformimin e tjerëve. Pse? Se feja, siç na ka thënë pejgamberi sa ad-dinun nasiha. Feja është që ti mja dash mirën tjetrit, me këshillu tjetrin. Pra janë të mirë në vetveten e tyre edhe e kanë përmirësuar veten, mirë po i përmirësojnë çka edhe tjerë. U adojnë tjerëve të mirën ashtu siç ja dojnë të mirën vetes, edhe e urrejnë për tjerë të keqen ashtu siç e urrejnë të keqen për veten. Andaj se rezultati i kësaj, që ta marrim, këta janë njerëz vetë që mundohen me këtë aftësitë, mundësitë që ai kanë me e largu të keqen nga krijesat e Allahut subhanahu wa taala, edhe me këtë mundësi që ai kanë mundohen me sjell hajrin, mirësinë te krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Pra, kështu po na sqaron autori kush janë këta njerëz. Pra kanë nasihat ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë është kjo nasihat me pasdër? Dietarët kanë folë gjëra gjatë për këtë mirë po. Mendimi më i parafort është që kur ti don që hajri me arrit edhe tek tjerët, jo me mbetë më çka vesh te ti. Pra ashtu që sheki hajrin tek vetja, don që ai me arrit çka edhe tjerët. Ashtu që shedon për veten, ja don edhe tjerëve. Ashtu që shki qef tjerët mu sill me ty, sillesh ti me ta. Në gjitha gjendjet. E shkjo vëllezër është e nus, ç'kjo është nasihati, ç'kjo është ajo lirësia, çiltërsia e shpirtit muslimanit. Që thot Xheriri radhiyallahu an, thotë ja kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka me fal namazin, ka me jep zakatin,
wa nushi li kulli muslim, edhe ka me pasi dashamirësi në zemër që cilëtërsi shpiritit për çdo musliman. E shkjo vëllezër është ai morali i përkryer në raport me krijesat robërit e Allahu subhanahu wa taala. Me pak fjalë, sillu me tjerët ashtu siç dëshiron tjerët mos sill me ty. Kështu na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sillu me njerëzit ashtu siç dëshirojnë ata mos sill me ty. Edhe ka thënë askush prej juve nuk beson me besim të mirëfill të sakt derisa t'ia doj vllahët vet musliman ata që e don për veten e vet. Pra kështu vëllezër këta janë në çdo gjendje të tyre. Pra janë njerëz që janë bamirës për tjerë, i mëshirojnë tjerë, kanë ndjenja për tjerë, i udhëzojnë ata që kanë devijuar për rrugës së Allahut, i ndihmojnë ata që kanë nevojë, janë kriza, janë gjendje të rana, mbas mundësive edhe aftësive që ja ka jep Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po pse e bajnë këta? Po thot fi ridha mahbubihim. Krejta e bajnë me e kënaq ata që e dojnë, pra Allahun subhanahu wa taala nuk dojnë kur gjon kompenzim. E bajnë pra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra si që thot Allah, inna ma nut'imukum liwajhillah. Na ju ushqejmë juve vetëm për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojna për juve as shpërblim e as falënderim. Kështu zatëm vëllezër kanë qenë edhe profeti Allahut alayhi salatu wassalam. Wa ma as'alukum alayhi ajra. Përmend Allahu ngjarje shumë të pejgamberëve kur i kanë drejtuar popujve tyre kanë thënë nuk kërkojna për juve kur fash shpërblimi. Për këtë davetë më thonë që jemi udhëzimi që po ja ofrojna juve prej Allahu subhanahu wa taala. Po shkon edhe çfarë njerëz janë këta? Sillen mirë me tjerët, kanë moral të mirë me tjerët, i mëshirojnë, kanë dëmshuri ndaj tyre, i ndihmojnë. Japin domon kur gjë nuk kursejnë, edhe çka është qëllimi i kësaj? Me e kënaqë Allahun subhanahu wa taala, edhe me arrish shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E çka përhapin mesin e njerëzve? Thotë ilm, bil ilmi wal irshad wal ihsan, dijen vëllezër. Kjo është më e rëndësishmja. Kjo është dashamirësia më e mirë ndaj muslimanëve. Sidomos kohën që po jetojmë, kur ignoranca vëllezër ka kaplu njerëzit, ignoranca rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala, me përhap dijen e mirëfillt. Me udhëzu njerëzit drejt dijes dobishme, e cila sjell dobi në këtë botë edhe kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Dije rreth Allahut, dije domosdoshmë se si me bë punë të mira që e kënaqin Allahun edhe të shpëtojnë prej dënimit të Allahut edhe bën shkak që me hinë xhenet. Ose Allahu kur i përshkruan besimtarët çfarë thotë? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dhe prej asaj që ne i kemi furnizuar ata shpenzojnë. Disa prej brezave të parë të Islamit ka thonë këtu hin edhe dija, shpenzimi i dijes, jep përhapja e dijes. Ça dijes që të ka jep Allahu, ti me përhap çka në mesin e njerëzve. Me ja mësu njerëzve, me i orientu, me i udhëzu, bil ilmi wal irshad, edhe me i udhëzu, drejt punëve të mira, edhe me i tregu domethënë me pas kujdes nga punët e këqija që e zemrojnë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj po thot sahibul khalaiqa bil jusumi wa inma arwahuhum fi manzilin fawqan. I shoqërojnë njerëzit me trupat e tyre, mirë po shpirtrat të i kanë atje lart. Lart, në një vend lart. Do thonë këtë botë vëllezër, shikoni këta njerëz që përzihen me njerëz. Siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri më i mirë është ai që përzihet me njerëz edhe duron ndaj ofendimeve, lëndimeve tyre. Pra përzihen me njerëz, nuk jetojnë domethënë të izoluar prej njerëzve, i këshillojnë, i orientojnë, i përhapin dijen e ta, hajrin, mirësinë. Mirë po me gjithë këtë përzirje e kanë vetëm me trup vëllezër. Pse se zemrat, sytë e tyre i kanë drejtuar drejt Allahu subhanahu wa taala, drejt xhenetit Allahu subhanahu wa taala, nuk lejojnë që don krijesat me i shpërqendru zemrat e tyre nga Allahu subhanahu wa taala dhe xheneti Allahu subhanahu wa taala. Po shkon se pra përzihen me njerëz, ju bajnë mirë njerëzve, i mëshirojnë, i ndihmojnë, afrojnë të mirën, largojnë të keqen, megjithatë arwahuhum fi manzilin fawqani. Zemrën, mendjen e kanë dikun tjetër. E kanë te Allahu subhanahu wa taala. Duke medituar rreth Allahut, shpërblimit të Allahut, mëshirës të Allahut, madhështisë të Allahut e kështu me radhë. Çka vëllezër pra është el ihsan. Thot autori këtu, hadhihi haluhum ma'al khalq. Kështu është thot gjendja tyre me krijesat e Allahut. Thot kjo është gjendja më e përsosur e më e përkryer. Thot ata tregohen skajshmërisht dobishëm për rrethin ku jetojnë,
ju bajnë mirë tjerëve, nuk kursejnë kur gjo, u adojnë thët atë që adojnë për veten e tyre, urrejnë për ata atë që urrejnë për veten e tyre, on të keqen, edhe nxitojnë thët edhe mundohet që me largu sherrin nga muslimanët e tjerë me krejt çka kanë mundësi, edhe përpiqen edhe mundohen që dobia dhe hajri me arrit tek muslimanët me krejt çka kanë mundësi, si për shembull e përmend këtu, thët urdhrojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, e ushqejnë atë që është i uritur, i japin rroba atij që nuk ka rroba, i ndihmojnë ata që janë në kriza, në gjendje të rana, i mësojnë ata që nuk kanë dije, janë ignorant, e zbrapsin thët zullumçarin, e ndihmojnë atij që është bë zullum, pastaj thët durojnë ofendimet, lëndimet e tjerëve, edhe nuk tolerojnë që me i bë keq dikujna me fjalët apo me veprat e tyre apo me gjymtyrët e tyre. Thot wa ma'a hadha, shikon me gjithë këta, thot shoqërimi i tyre me njerëz, përzierja e tyre me njerëz që ka vetëm me trup, zemrat thot dhe shpirtrat thot sillen rreth të dashurit tyre pra Allahu subhanahu wa taala. Jo do thot se mendjen edhe zemrën e kanë, domethënë duke medituar rreth Allahut, madhështisë të Allahu subhanahu wa taala, frikës, shpresës në Allahun e kështu me radhë. Thot wa tatlubu min qurbihi a'zama nasib. Edhe janë tillë që vazhdimisht përpiqen dhe këmbulin që në afërsinë me Allahun me pas hisën më të madhe. E këtu pasaj na e sqaron dhe këtu shehu, thot duke qenë për ulun para Allahut, duke pas frikë respekt për Allahun subhanahu wa taala, duke falendëruar Allahun, duke dashur Allahun subhanahu wa taala, duke sjellë ndërmend begatitë e Allahut, pastaj anojnë drejt gjërave që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, si rezultat i gjitha këtyre përpiqen fort në adhurimin dhe Allahu subhanahu wa taala, edhe me ju bë mirë krijesave të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj na përmbyll në fund këtu vëllezër autori thot, duke i lavdëruar, thot fa haula'i humun nas. Këta janë humanët. Tash e kemi dhon kjo fjala njeri humanist, njeri human. Çfarë po thotë janë këta njerëz human? Thot bel humul uqala'ul akyas. Madje thot çta janë ata njerëz e mençur edhe njerëz mendje prehtë. Pastaj shehu do të na përmbyll tha dhe thot wala hawla wala quwata illa billah. Me këtë fjalë madhështore kemi cek nderset e kaluara vëllezër që kjo fjalë është kelime isti'ane me kërku ndihmë prej Allahu subhanahu wa taala, që do thotë se dikur i dëgjon këto cilësi madhështore vëllezër këtyre njerëzve, edhe të pëlqejnë edhe dëshiron me kanë sikur ta, dëshiron mu cilësu me këto cilësi, dije se la hawla wala quwata illa billah, kërkon ndihmën e Allahu subhanahu wa taala. Lutë Allahun që më ta lecu edhe ti me kanë prej tyre, se nëse Allahu s'ta leson vallë nuk mundesh me arrit asgjë prej tyre. Na kanë mbledhur vëllezër disa pika që duhet me i përmend këtu lidhur me temën domethënë këto që e ceku këtu autori rahimahullah, lidhur me urdhërimin për të mirë vëllezër, ndalimin nga e keqja. E cekum se prej nasihatit, prej dashamirësisë ndaj tjerëve është kur ti i këshillon, i urdhron për të mirë edhe i ndalon nga e keqja, mirë po patjetër vëllezër duhet i kemi këtu parasysh disa parime që i kanë cek dietar, në mënyrë që ai urdhrimi jot për të mirë edhe ndalimi nga e keqja mos me sjell dom edhe mos me bash rregullime në shoqërinë ku jeton. Që nasihati vëllezër, këshillimi i tjerëve është për çështjeve më të rëndësishme në fen tonë, më të madhështore. Pse se kjo bëhet shkak që më u përmirësua vëllezër shoqëria edhe musliman. Edhe më përmirësua gjendja e tyre. Shkon vëllezër muslimani siç ka në transmetim është sikur pasqyrë e tjetrit, besimtari për besimtarin është sikur pasqyrja. Don i sheh tmetat edhe mangësitë që ai ki. Andaj e këshillon. Sheh mangësitë të vllajit musliman e këshillon, përpiqesh fort që me e këshillu, edhe nëse këshilla është e rënd pak në fillim, mirë po ti vazhdon e këshillon, mirë po qysh do ta marrim me fjalë buta, me fjalë të mira, me urtësi, jo me vrasësi. E këshilla më e mirë vëllezër është ajo që jepet fshehtazi. Sy me sy, jo domethënë në publik para tjerëve, se këshilla që jepet në publik para tjerëve vëllezër është nënçmim edhe poshtrim. E po ashtu këshilla do të më bëj vëllezër çka për hir të Allahut, jo domethënë që ti tash me zbraz diçka në mlef apo në urrëti që e ki karshi tjetrit. E vëllezër në Kur'an kanë ardhur ajete shumëta ku Allahu subhanahu wa taala na nxit edhe na urdhron që
me i këshillu të tjerë me urdhër për të mirë, me ndalu nga e keqja. Thot wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Për juve le të jetë një grup i cili thret drejt mirës, urdhron për të mirë, ndalon nga e keqja, thot wa ulaika humul muflihun. Vetëm tillët janë të shpëtuarit. E Ibn Kathiri vëllezër kur na sqaron këtë ajet, thot qëllimi është që patjetër në mesin e besimtarëve, në shoqërinë e besimtarëve do të më ka një grup i cili e ndërmerr këtë përgjegjësi, me urdhër për të mirë, me ndalu nga e keqja. Edhe pse thot në origjin vëllezër, urdhimi për të mirë, ndalimi nga e keqja është obligim për secilin musliman, varësisht mundësive që ai ka. Ibn Kaimi vëllezër rahimahullah, kur e përmend këtë ajet, thot Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar thot vetëm këta njerëz me shpëtim edhe me sukses e jo tjerë. Ma që ta që thrasin mirësi, urdhrojnë për të mirë, ndalon nga keqja. Wa ulaika humul muflihun. Vetëm tillë për Allah kanë më kanë shpëtumit edhe ata që kanë sukses. E kush janë këta që thrasin drejt mirësisë? Thot Ibn Kaimi janë ata që thrasin drejt Kur'anit edhe drejt Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe thot Allahu subhanahu wa taala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni musliman, thot, ju jeni populli më i mirë që ka dalë për njerëzimin, pse? Sepse urdhroni për të mirë, ndaloni nga e keqja, edhe i besoni Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëllazër, dietarët si Ibn Taymije kanë përmendur edhe të tjerë, pse na jemi më të mirë muslimanë? Pse besojnë në Allahun, edhe urdhrojnë për të mirë, edhe ndalojnë nga e keqja. Në moment që tërhiqemi prej këtyre cilësive, atëherë nuk i me pas këtë veçori që ta ka jap Allahu subhanahu wa taala. Për hadithe vëllezër është hadithi që transmeton Imam Muslimi nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e për juve e sheh ndonjë të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e vet. Nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e vet, me fjalë, domethënë me këshill, e nëse nuk mundet, atëherë me zemrën e vet. Wa dhalika adhafu al-iman, e ky është imani më i dobët. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ad-dinu an-nasiha, ka thënë feja është këshillim, pra dashamirësi, cilësi ndaj tjerëve. Ibn Taymije vëllazër kur i përmend këta njerëz që urdhojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, thotë këta janë at-tibba'ul adyan. Këta janë ata mjekët e fetarisë. Mon sikur mjeku e doktorit, domethënë që është mjek i trupit, anës fizike, këta domethënë janë mjekët anës shpirtërore dhe të fesë. Thot përmes cilve shërohen zemrat e smuta edhe udhëzohen zemrat e devijume edhe të lajthitura. Edhe banë pasaj të forta stabile në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë, cilat janë dobit kur ti i këshillon tjerë, urdhron për të mirë edhe ndalon nga e keqja, siç e morëm në ato ajete që i lexuam dhe më herët, është shkak që i hajrit, pa shkak i hajrit, mirësisë edhe i shpëtimit e i suksesit. Tjetra vëllazër, personi i cili thret tjerë drejt Allahu subhanahu wa taala është njeriu më i mirë, me gjendjen më të mirë. Allahu thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kush është më fjalë mirë se ai i cili i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, bën punë të mira edhe thot vërtet un jam prej muslimanëve. Hasan al-Basri rahimahullah kur e ka lexuar këtë ajet, ka thënë këto Allahu po flet për besimtarin i cili ju ka përgjigj thirrjes të Allahut, edhe i ka thirr njerëzit drejt asaj thirrje që ky ju ka përgjigj Allahu subhanahu wa taala, thotë edhe ka bë punë të mira, edhe thotë ky është Habibullah, Waliullah, ky është i dashuri i Allahut, ky është miku i Allahut subhanahu wa taala. Për dobive tjera vëllezër se urdhrimi për të mirë, ndalimi nga e keqja është shkak që më shpëton këtë botë nga shkatrimi edhe dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot: "Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun." Kur ata, jo besimtarët, i harruan këshillat tona, thot ne i shpëtuam ata që i ndalonin tjerët nga e keqja, ndërsa zullumçarët thot i dënuam me dënim të ashpër për shkak se ishin të pabindur. Ibn Kathiri vëllezër kur sqaron këtë ajet, thotë Allahu subhanahu wa taala po tregon se i ka shpëtuar
nga dënimi i tij vetëm ata që i kanë ndaluar njerëzit e tjerë nga e keqja. Pastaj thot po tregon se i ka shkatruar zullumçart, ndërsa po thot Allahu ka hesht, nuk ka fol për ata që kanë hesht, nuk i kanë urdhëruar të tjerë nga e keq për punë të mira, dhe nuk i kanë ndaluar nga e keqja, pse thot li anna al jazaa min jinsi al amal. Kan hesht, Allahu ka hesht, nuk i ka përmend fare, sikur mos më ekzistuaj. Shpërblimi është domthonë varësisht veprës. Dërsa dietare Saidi vëllezër në tefsirin e tij thot kështu është ligji i Allahu subhanahu wa taala në mesin e robërve të këtë dunja. Thot kur zbret dënimi i Allahu subhanahu wa taala mbi një shoqëri, prej atij dënimi thot kanë më shpëtu vetëm ata që urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dobia tjetër vëllezër është se kur ti urdhron për të mirë, ndalon nga e keqja, i këshillon tjerë. Me këta ja ka garantu vetës shpëtimin nga humbja në këtë botë edhe humbja në botën tjetër. Allahu thotë vëllezër wal asr innal insana lafi khusr. Pashakon me të vërtetë se njeriu, domthon lloji njerëzor, janë në humbje, dështim. Illa alladhina amanu, me përjashtim të atyre që kanë besuar, wa amilus salihati, kanë bërë punë të mira. Wa tawasau bil haqqi, e kanë këshilluar në anin tjetrin me të vërtetën, wa tawasau bis sabr, edhe kanë këshilluar në anin tjetrin për durim. Ibn Kathiri rahimahullah në tefsirin e tij vetë thotë këtu në këtë sure Allahu po betohet se tër njerëzimi, lloji njerëzor është në humbje, në dështim edhe në shkatrim, me përjashtim të atyre që kanë besuar me zemra, kanë bërë punë të mirë me gjymtyra, edhe tjetra e kanë shikon edhe këshillimi, kanë këshilluar një anin tjetrin me të vërtetën, e që është me kry punë të mira, mu largu prej harameve, edhe kanë këshilluar një anin tjetrin me qenë durueshëm. Me qenë durueshëm ndaj caktimeve, belave, sprovave të Allahut, edhe pashtu me qenë durueshëm ndaj lëndimeve, ofendimeve që ti shkaktojnë tjerët kur ti i urdhron për të mirë dhe i ndalon nga e keqja. Se padyshim se kimu përballë me sprova ndryshme, me lëndime, ofendime, sharje, siç janë përballë pejgamberët e Allahut alayhi salatu wasallam. Ibn Kaimi vëllazër thon këtë sure, shikoni thotë Allahu nuk është mjaftuar me i lavdëruar këta njerëz duke i përmendur se ata vetëm e njohin të vërtetën edhe durojnë në vërtetën, mirë po ka përmend se patjetër duhet me pas këshillim ndërsjell për hakun edhe nxitje drejt hakut edhe drejt sabrit. Patjetër duhet me këshilluar një anin tjetrin. Po ashtu vëllazër kur ne urdhrojmë për të mirë, ndalojmë nga e keqja, kjo bëhet shkak që me kanë kjo sadak rrjedhse, domethënë që shpërblimi i kësaj vjen ty duke qenë ti edhe në varr. Siç është hadithi vëllazër, e dini hadithin e mirënjohur, që njeri kur vdes, domethënë çka i ndërpritën punët e mira me përjashtim të ndonjë sadak rrjedhse që ka lanë apo dijes për cilës kanë dobi njerëzit, apo fëmia i mirë i cili i devotshëm i cili lutet për to. Po ashtu hadithi tjetër kur pejgamberi sa ka treguar se kush e fut në islam një traditë mirë, atëherë do ta ketë një sunet mirë, një traditë mirë, do ta ketë shpërblimin e asaj vepre edhe shpërblimin e kushdo që punon me to pa ju mangësu kushdo për shpërblimit tyre. Po ashtu vëllezër dietarët kanë përmendur se kur njeri e ringjall një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta kesh shpërblimin e atij suneti dhe shpërblimin e kujdo që punon sipas tij. Kështu vëllezër me çdo punë të mirë, i thret njerëzit, shkon hadith, kush i thret njerëzit drejt udhëzimit, do ta kesh shpërblimin e atyre që punojnë me to, pa ju mangësu atyre shpërblimi, edhe kështu domosdoshmë deri në ditën e Kiametit. Vlerë vëllezër shumë e madhe. Mirë po, si duhet me kanë vëllezër me këta për përmbyllim, si duhet me kanë thirrja atëherë vëllezër drejt Allahut subhanahu wa taala. Nuk bëhet thirrja drejt Allahut vëllezër ashtu siç i teket njeriu. Pra ka parime, ka rregulla që duhet me ju përmbajt, nëse dëshirojnë as që thirrja me kanë suksesshme. E kjo dije vëllezër duhet me kanë ngritur mbi dije të mirëfillt, mbi largpamësi, urtësi edhe butësi. Allahu thot kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime të thras drejt Allahu subhanahu wa taala me largpamësi, unë dhe kushdo që më pason mua. E siç e kanë përmendur vëllezër dietar, këtë ajet thot Allahu e kushtson që ai që thret për të mirë dhe ndalon nga e keqja duhet me pas vëllezër dije se që ajo që po urdhron është e mirë dhe që ajo për cilës po ndalon është e keqe. Se personi i cili nuk ka dije vëllezër i ngatron gjanat.
ka mundësi që urdhron diçka që nuk është e mirë, ndalon nga diçka që nuk është e keq. Veçantë kohën që po jetojmë vëllezër ku duan ignoranca i ka kaplu njerëzit. Po ashtu ajeti vëllezër po na bën me dije se ai që i thret njerëzit drejt Allahut do të më pas basire, largpamësi, çfarë do të thonë? Me pas argumente. Jo me thirr me ignorancë, më çaj thirrjen që ti po i thret njerëzit drejt Allahut me kanë ngritur vëllezër diçka mbi argumente. Argumente të qarta. E po ashtu vëllezër thirrja drejt Allahut do të më kanë ngritur mbi hikme, urtësi. Pastaj mu përdor metoda më e mirë, mu përdor butësia kur e sqaron të vërtetën. Allah thot ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati. Thirr drejt rrugës Zotit ton me urtësi edhe me këshill të mirë, wajadilhum billati hiya ahsan, edhe polemizo me ta në mënyrën më të mirë. E daveti vëllezër kur bëhet me ashpërsi, me vrarësi, me dhunë, atëherë më shumë ka me sjell dom se sa dobi. Kur daveti bëhet me ignorancë vëllezër, kur nuk shikohet dami edhe dobia, atëherë më shumë ka me dëmtu se që ka me sjell dobi. Andaj personi vëllezër i cili duhet me i thirr njerëzit të Allahut, von e ka ba veten tillë, ka caktuar veten që me i thirr njerëzit të Allahut duhet me pas vëllezër dije të mjaftueshme fetare, duhet me pas urtësi, duhet me pas sabër ndaj lëndimeve të tjerëve kështu me radhë. Edhe pse thamë dhe si obligim fetar secili i thret njerëzit aq sa Allahu i ka dhënë dije. Pastaj vëllezër nivelet e ndryshimit të keqes, siç e morëm hadithin, kush e shenjë të keqe me e ndryshu me dorë. Mirë po, kush është vëllezër ai i cili ndryshon, më thonë me dorë? Është vetëm ai i cili ka autoritet, ka fuqi, jo gjithkush. Jo gjithkush. Për shembull baba në shtëpinë e vet, policia në shoqëri, shteti, ti nuk mundesh domethënë kur je me një vend edhe nuk je përgjegjës për atë vend mu çu me ndryshu të keqen me dorë, pse se dami bëhet më i madh se sa dobia. E gjithmonë vëllezër ndavet duhet me shiku damin edhe dobin. Nëse që ky ndryshimi i të keqes e sjell një të keqe më të madhe, nuk guxon me urdhër për të mirë me ndalun nga e keqja. Se bëhet anarki, bëhet çrregullim. Allahu thot wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm. Shkon çfarë parimin e sjellë Zot. Thot mos i shani ata që i adhurojnë ata në vend të Allahut, pse se ata pastaj e shajnë Allahun pa dije dhe pa drejtësisht, armiqësisht. Do thot nëse kjo është me qartësu kocin e idhujve, kjo është obligim, mirë po, nëse me një vend kjo bëhet shkak që ata mu çu pastaj me shah Allahun, ti duhet me hesht. Pse se dami pastaj vëllezër e keqja është më e madhe. Pastaj vëllezër është el inkaru bil lisan, me e ndryshu të keqen me gjuhë. Qysh me, si thamë, me urtësi, me butësi. Nga njëherë mundesh me përdor fjalë më të ashpra, më të rana, nëse është e nevojshme. Aq sa është nevoja, jo më shumë. Edhe këtu vëllezër, pastaj nëse që ky ndryshimi i urdhimi për të mirë, ndalimi nga keqja me gjuhë e sjell një të keqe më të madhe, duhet me hesht. Kalojmë në nivelin tjetër që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është el inkaru bil qalb, me çortu të keqen, çka? Me zemër. Me urrejt me zemër. Do thot, s'po ki mundsi as me dorë, s'po ki mundsi as me gjuhë, atëherë e urren me zemër. E urren atë vepër të keqe, edhe qohësh prej atij veni ku është duke bëja punë e keqe edhe nuk rrin me ata njerëz. Kjo është vëllazër obligimi i fundit që secili besimtar pastaj mundet me e bë. Do të na pëndalemi këtu duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na sjellë bime atë që dëgjum. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e xhairit, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.